Horoskopi ditor, 14 maj. Diçka mund të ndryshojë pikërisht kur nuk e pret. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në shtëpinë tonë të yjeve. Nëse dëshironi të jeni gjithmonë të informuar mbi lëvizjet e planeteve dhe se si ato ndikojnë në jetën tuaj, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë Zëri i Universit. Gjithashtu, për t'i marrë parashikimet dhe videot tona përpara të gjithëve, ju ftoj të bashkoheni në kanalin tonë të WhatsApp. Linkun e bashkimit e gjeni fix poshtë kësaj videoje në përshkrim. Faleminderit që jeni pjesë e udhëtimit tonë drejt dritës dhe dijeve universale. Le të shohim se çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Ka ditë kur gjithçka duket e zakonshme dhe pikërisht atëherë ndodh ajo që askush nuk e kishte parashikuar. 14 maj sjell një energji të çuditshme, ku situatat mund të ndryshojnë drejtim brenda pak minutash dhe ku një reagim i vetëm mund të ndikojë shumë më gjatë nga sa mendon. Disa shenja do ndihen sikur diçka po afrohet dhe nuk do ta kenë gabim. Një mesazh, një takim, një ndryshim humori ose një vendim i marrë në momentin e duhur mund të hapë një fazë krejt tjetër. Kjo nuk është një ditë për të qenë i shpërqendruar, sepse ajo që ndodh tani mund të lërë gjurmë më të forta nga sa duket në fillim. Dashi. Një situatë që dukej e qartë mund të ndryshojë papritur dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo gjithçka po zhvillohet siç e kishe menduar. Një moment i vetëm mund të të vendosë përballë një reagimi që kërkon më shumë qetësi se sa impuls. Në punë, një zhvillim i papritur mund të të japë një mundësi që kërkon reagim të menjëhershëm dhe zgjuarsi. Në marrëdhënie, një bisedë ose një reagim spontan mund të zbulojë diçka që nuk ishte kuptuar më parë. Mos vepro vetëm nga nervozizmi i momentit. Është një ditë për të menduar qartë dhe për të kuptuar atë që po ndodh përpara se të marrësh vendime të forta. Nëse arrin të ruash kontrollin emocional, mund të shmangësh një situatë që do të bëhej shumë më e ndërlikuar në vazhdim. Demi. Një qetësi që e kishe marrë si të sigurt mund të lëkundet nga një zhvillim që nuk e kishe parë të vinte dhe kjo mund të të detyrojë të ndryshosh mënyrën si po vepron. Një moment i vetëm mund të të tregojë se nuk mund të vazhdosh më duke ndjekur të njëjtën rutinë. Në punë, një lëvizje e vogël mund të ketë ndikim më të madh nga sa mendon dhe kjo kërkon reagim në kohë. Në marrëdhënie, një sjellje e pazakontë mund të të bëjë të reflektosh për një të vërtetë që nuk e kishe parë qartë. Mos u kap fort pas asaj që të jep rehati vetëm sepse është e njohur. Është një ditë për të qenë më fleksibël dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të kuptosh sinjalet që po shfaqen, mund të shmangësh një gabim të rëndësishëm. Binjakët. Një informacion që vjen papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që deri tani të dukej plotësisht e qartë dhe kjo mund të të japë një avantazh të rëndësishëm. Një moment i vetëm mund të të tregojë se dikush nuk ka qenë aq transparent sa mendon. Në punë, një bisedë ose një zhvillim i papritur mund të të ndihmojë të kuptosh më shpejt drejtimin e gjërave. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur prej kohësh. Mos e shpërfill atë që dëgjon vetëm sepse vjen në mënyrë të papritur. Është një ditë për të analizuar me kujdes dhe për të reaguar me zgjuarsi. Nëse arrin të lidhësh detajet në kohën e duhur, mund të marrësh një vendim që ndryshon shumë gjëra në vazhdim. Gaforja. Një ndjesje e fortë mund të të shoqërojë gjatë gjithë ditës dhe të të bëjë të kuptosh se diçka po ndryshon në heshtje edhe pse askush nuk po e pranon hapur. Një moment emocional mund të të vendosë përballë një të vërtetë që nuk mund të shmanget më. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë më shumë intuit se sa logjik për të kuptuar drejtimin e vërtetë të situatës. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i vogël mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen vetëm sepse nuk arrin ta shpjegosh menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të kuptosh sinjalet emocionale, mund të ndryshosh mënyrën si e sheh një situatë të rëndësishme. Luani. Një zhvillim që dukej i parëndësishëm mund të fillojë të marrë më shumë peshë gjatë ditës dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se diçka po ndryshon më shpejt nga sa mendon.
Një moment i vetëm mund të tregoj se dikush po pret një reagim nga ana jote përpara se të marrë një vendim. Në punë, një situatë e papritur mund të krijojë një mundësi që kërkon vetbesim dhe kontroll emocional. Në marrëdhënie, një fjali ose një heshtje e pazakontë mund të zbulojë emocione që nuk janë shprehur më parë. Mos e lër krenarin të pengojë të shohësh realitetin. Është një ditë për të reaguar me maturi dhe jo me impuls. Nëse arrin të ruash qetësinë në momentet më të tensionuara, mund të marrësh kontrollin mbi një situatë që po ndryshon shumë shpejt. Virgjëresha. Një detaj që askush tjetër nuk po e vëren mund të japë një sinjal shumë të rëndësishëm dhe kjo mund të bëjë të ndryshosh mënyrën si e sheh një situatë të caktuar. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush nuk po tregon gjithçka hapur. Në punë, një mungesë informacioni ose një gabim i vogël mund të krijojë tension nëse nuk reagon në kohë. Në marrëdhënie, një ndryshim në sjelljen e dikujt mund të tregojë një largim emocional që nuk është shprehur me fjalë. Mos u mbështet vetëm tek ajo që dëgjon. Është një ditë për të vëzhguar me kujdes dhe për të kuptuar atë që fshihet pas sjelljeve. Nëse arrin të analizosh situatën me qartësi, mund të shmangësh një shkënim që do të ndikonte emocionalisht më shumë nga sa mendon. Peshorja. Një situatë që e kishe mbajtur në balancë për një kohë të gjatë mund të fillojë të ndryshojë dhe kjo mund të detyrojë të përballesh me një realitet që nuk mund të shtyhet më. Një moment i vetëm mund të tregojë se një person ose një situatë nuk është më si më parë. Në punë, një zgjedhje e nxituar mund të ndikojë në mënyrën si do të vazhdojnë gjërat gjatë ditëve në vazhdim. Në marrëdhënie, një distancë ose një reagim i ftohtë mund të ketë më shumë kuptim nga sa duket. Mos u përpiq të ruash një qetësi që po thyhet nga brenda. Është një ditë për të qenë i sinqert me veten dhe për të reaguar pa frikë. Nëse arrin të pranosh realitetin, mund të shmangësh një situatë që do të bëhej shumë më e rëndë më vonë. Akrepi. Një situatë që ka qenë e paqartë për një kohë të gjatë mund të fillojë të zbulojë anën e saj më të fshehtë dhe kjo mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një person ose një zhvillim të rëndësishëm. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush ka mbajtur diçka të fshehur për më gjatë nga sa kishte menduar. Në punë, një lëvizje e heshtur mund të japë një avantazh nëse arrin ta kuptosh përpara të tjerëve. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur për shumë kohë. Mos reagoj menjëherë nga emocionet. Është një ditë për të vëzhguar dhe për të kuptuar gjithçka para se të marrësh vendime të rëndësishme. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të marrësh kontrollin mbi një situatë që po ndryshon shpejt. Shigjetari. Një situatë që duke i parë rëndësi mund të marrë një kthes shumë më të madhe nga sa mendon dhe kjo mund të bëjë të reagosh më shpejt nga zakonisht. Një moment i vetëm mund të tregojë se një mundësi nuk do të qëndrojë hapur pafundësisht. Në punë, një zhvillim i papritur mund të hapë një drejtim të ri që nuk ishte fare në planet e tua. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë emocione që kanë qenë të mbajtura në heshtje për një kohë të gjatë. Mos u kap fort pas asaj që kishe menduar si të sigurt. Është një ditë për të lëvizur dhe për të mos humbur momentin e duhur. Nëse arrin të reagosh pa frikë dhe të përshtatesh me ritmin e ri të ngjarjeve, mund të hysh në një fazë që sjell më shumë energji dhe ndryshim pozitiv. Britsjapi. Një zhvillim që në fillim duket i vogël mund të ndikojë më shumë nga sa mendon dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se një situatë nuk është më aq e qëndrueshme sa dukej. Një moment i vetëm mund të tregojë se është koha për të ndryshuar një plan që nuk po funksionon më si më parë. Në punë, një vendim i nxituar mund të krijojë pasoja që do të ishte e vështirë t'i korrigjoje më vonë. Në marrëdhënie, një distancë emocionale mund të bëhet më e dukshme dhe të shtyjë drejt reflektimit serioz. Mos u përpiq të kontrollosh gjithçka njëkohësisht. Është një ditë për të reaguar me maturi dhe për të parë realitetin me qartësi. Nëse arrin të ruash balancën emocionale, mund të shmangësh një situatë që do të komplikonte shumë gjëra në vazhdim. Ujori. Një ide që lind papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh dhe kjo mund të japë një drejtim krejt tjetër.
Një moment reflektimi mund të tregoj se përgjigjja që kërkoje nuk ishte larg, por thjesht nuk e kishe parë nga këndi i duhur. Në punë, një zgjidhje jo e zakonshme mund të jap një avantazh që të tjerët nuk arrin ta kuptojnë menjëherë. Në marrëdhënie, një bisedë e papritur mund të zbulojë një anë të dikujt që nuk e kishe parë më parë. Mos e kufizo mendimin me mënyrat e vjetra të vepruarit. Është një ditë për të eksperimentuar dhe për të reaguar ndryshe nga zakonisht. Nëse beson tek intuita jote, mund të hapësh një drejtim krejt të ri për veten. Peshqit. Një ndjesi që nuk arrin ta shpjegosh plotësisht mund të bëhet më e fortë gjatë ditës dhe të tregojë se diçka po ndryshon në heshtje rreth teje. Një moment i vetëm mund të bëjë të kuptosh se një situatë emocionale nuk mund të vazhdojë më në të njëjtën mënyrë si më parë. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë që të ndjekësh instinktin edhe kur logjika nuk të jep përgjigje të qarta. Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë një të vërtetë që ka qenë e fshehur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen vetëm sepse nuk arrin ta shpjegosh menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të pranosh atë që po kupton, mund të ndryshosh mënyrën si e sheh vazhdimin e një situate. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos haro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën "Kthesa" nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.